Në më shumë lagjen e për Shkup, këtë mëngjes mund të shiheshin fletushka të punuara në formën një flet aresti për Stevo Pendarovskin, si dhe për deputetet e ri, Pavle Bogojevskin dhe Ivana Tufekgjish. Në fletushkat, kërkohet për tradhti, janë renditur disa pika në të cilet është shkruar se Pendarovski, Bogojevski dhe Tufekgjish kanë pranuar punë që janë antikushtetuese, ndërkohë që asnjë nga ato nuk ka marrë ndonjë vendim në kuvent. Në rrjetet sociale janë shfaqur video në të cilet mund të dëgjohet bisedë mes nxënësve dhe drejtorit të gjimnazit Mirçe Acef në Prirep, Kire Nikolovski, ku ai thotë se do të jetë e tmerrshme nëse zbatohet platforma dhe dëgjuesia në të gjithë territorin e shtetit. Nikolovski për Nova TV konfirmoi se u ka folur nxënësve si drejtori i gjimnazit dhe sa ai personalisht është kundër platformës së shqiptarëve dhe shkatërimit të interesave nacional maqedonase. Kontesti diplomatik mes Turqisë nga njëra anë dhe Gjermanisë dhe Holandës nga ana tjetër sot u përhap edhe në rrjetet sociale. Me rast në një numër të madh të profileve në Twitter, hakerët kanë postuar porosi në gjuhën turke. Me tak Naci Allmania ose Naci Hollanda janë sulmuar profilet të drejtorëve të kompanive të famshme, mediave, agjencive qeveritare dhe përdoruesve të rregullt të këtij rrjeti të famshëm social, përfshirë këtu edhe kryetarin e Parlamentit Evropian.